simbolik që bën udhëhesi një vendi, lideri një vendi. Si e sheh para se me kalu tek protesta në Shqipëri edhe një pyetje të fundit për Kosovën. Si e sheh ti domethënë tash që ka fituar zgjedhja Albin Kurti, a do të formohet qeveria, do të bëhet presidenti, çka mendoni ju? Unë besoj që klasa politike e Kosovës është në krizën më të madhe të ekzistencës së të moralit saj politik, për faktin se nuk ka ditur të tregoj vendin Albin Kurtit, sepse është e përqar. Albin Kurti, që kur ka marrë qeverisën e Kosovës deri tani, po bën të njëjtën punë që ka bërë Edi Rama në sens të kundërt, raport me teknikën, po me qëllim përbashkët, shpopullimi e Kosovës. Nëse Edi Rama përdori hemorragjin, Albin Kurti po përdor bllokimin e Enver Gjakut. Në Kosovë është bllokuar ekonomia për shkak të politikave ekonomike të Albin Kurtit, sepse mënyra se si ai ka bllokuar qarkullimin e parasme në lloj formash, po e vret pak nga pak, po e tret nga brenda Kosovës. Nëse të na tretën duke na bërë hemorragji, duke na larguar gjithë potencialin tonë ekonomik dhe duke ja bërë nxirje të çdo shqiptari për të bërë biznes në Shqipëri dhe për të jetuar, për të marrë familje në Shqipëri, Albin Kurti ka ndjekur teknik tjetër për shkak se i shkon dhe mënyrës se ai kontrollon një masë kritike që unë kam quajtur jo me ofendim, po unë kam qenë më ofendim në një farmace, po dhe pa ofendim në një kuptim më sociologjik, kam qenë tufa budallëve të Albin Kurtit. I kam qenë budallëve të Albin Kurtit se ata nuk e kuptojnë dot çfarë bëjnë Kosovës dhe i referohen më tepër Biblës. Zot fali se s'din çfarë bëjnë. Dhe e them këtë gjë për mënyrën se ata e mbrojnë dhe nuk duan të jenë kritik mbi atë që po ndodh në Kosovë. Para 2 ditësh unë pash një fabrikë nga më të mëdha të qumshit që falimentojnë Kosovë. Po nuk ka akt më të rënd, një kryeminist nuk ndërton rrugë, po falimenton fabrika e qumshit. Sepse ne e dimë shumë mirë që falimentimi i asaj fabrike e qumshit të Kosovës do zëvendësohet me qumshin e Serbisë. Ne këtë e dimë, sepse qumshin e Shqipërisë kanë zhdukur me kohë nga qarkullimi, i kanë vrarë baktit në Shqipëri, sipas agjendës së Çubrollovicit. Ky ka teknik tjetër, ky përdor budallet për të bërë atë populizmin e majt, shpërndaj pensione, shpërndaj rroga, nuk bëjmë korrupsion që s'është fare e vërtet, shift kontrolloni energjinë elektrike do kuptoni çka korrupsioni galopant bëhet në qeverisën e Kosovës, po në thelb mua nuk më shqetësojnë këto pyetjet jo korrupsioni këto. Mua më shqetëson ekonomia sepse unë si njëri që kam 36 vjet që studioj në këto fusha dhe kam dhënë mësim fakultet ekonomisë në vitet 94-2000, mund ta them me plot gojen. Ekonomia është arma më e fortë, është ushtria më e fortë, është politika më e fortë. Dhe Kosova ka disa vjet që po ka filluar ta kuptoj, populli Kosovës ka filluar ta kuptoj që ekonomia vet është bllokuar, nuk mund të funksionojë kështu. Kosova ka trefishën e potencialit të Shqipërisë në gjendjen aktuale. Dhe vjen dhe nga një histori shumë e fortë kur komunistët slav nuk dinin të bënin biznes, shqiptarët e Kosovës dishin të bëjnë biznes. Flas në kohën e Jugosllavisë. Dhe Kosova nuk duhet të jetë në këtë gjendje, këtë situatë që është sot, raport me ekonominë. Ka filluar shpopullimi i Kosovës. Dhe është njësoj se 10 vjet para në Shqipëri. E keni thonë që me datën 2 korrekt do të duhet diçka e jashtëzakonshme në Shqipëri. Dhe protesta ndërkohë nuk po ndalen, por keni thonë që Edi Rama nuk është në një linjë me Donald Trumpin, ndërkohë e pam në summitin e NATO-s në Turqi që Rama... Me atletet bardha. Me atletet bardha. Rama ke bashkë me Trumpin. Atëre, si mendon ti, kryeministri i një vendi do përjashtohet nga takimi? Apo ja, nuk përjashtohet. Ti e di ku shkon në summitin e NATO-s? Ai që ka fuqinë më të madhe në shtet raport me ushtrinë, apo ja? Kush do shkonte, presidenti? Gjithmonë shkon kryeministri i Shqipërisë. Njësoj si në Itali, nuk shkon presidenti, shkon kryeministri. Njësoj si në Kosovë. Pikërisht, sepse kështu janë të ndarë standardet. Se shtet qeverisë. Kështu funksionojnë sipas sistemit të qeverisë që ke. Po raportet cilat janë kthehemi në 2 korrik. Unë kam pasi debat shumë të fortë me Dritan Goxhën 2 javë para 2 korrikut. Dhe debati ka qenë konstruktiv. Ai u fut në një rol vërtet veçantë dhe shumë pozitiv në protestë, në një moment që protesta mori një goditje shumë të rëndë nga policia e shtetit, kur u sajua një skenar për të çuar protestuesit marshim në Rinas, që ishte një distancë shumë e largët për t'i futur në kurth me hjekësat e vet, dhe protesta mori një goditje shumë të madhe brenda 24 orëve. Dritan Goxha e futi duart aty dhe i sistemoi gjërat, ishin çorap, ishte në shpërbërje protestë. Dhe u kam pasi debat për 2 korrikun. Unë i përkisa linjës që Rama ka skenarin Vučić, i cili i mban njerëzit rrugëve, i lodh, dhe mbasi i lodh, fiton Vučići, pra fiton Rama. Dritani më tha që është e kundërta. Rama në këtë moment tha ka kuptuar që rezistenca është afatgjat, është e tërë, e plotësishme nga gjitha anët, me gjitha palët, me gjithë rezistencën kombëtare, dhe Rama kërkon të prodhoj incidente, kërkon të prodhoj diversion, në mënyrë që justifikohet
për një protestë që është kundër standardeve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që Rama, që ka pasur armën e vet më të madhe, stabilitetin, si armë për të shtypur shqiptarët, pra në emër të stabilitetit që shqiptarët mos bëjnë lëmshdynjan, më mirë të mbajmë të shtypur, që të funksionojë kontrolli, sepse demokracia është kosto për të paguar. Pra, sakrifikohet demokracia për stabilitetin. Ja kemi marrë, tha, prej 2 javësh, është vërtet që ja kemi marrë, prej 5 javësh tashmë, ja kemi marrë armën e tij më të fortë që ishte që njerëz si Rama ruajnë stabilitetin. Jo,